Vlerësimi i rallës do të shkojë për, e thash në fakt edhe më herët, një prej ekipeve që na ka bërë, vazhdon dhe besoj do të vazhdoj përgjatë na bëj krenar, sepse futbolli i femrave fatmirësisht nuk na i ka kursyer trofet dhe arritjet. Dhe është kënaqësi të mirëpresim me një duar trokitje, njeriu i cili i dha këto suksese dhe vazhdon ta mbështesë ekipin e vllaznisë së femrave, presidentin Lazar Matia, që do të jetë i rallës që do të japë një vlerësim sonte në këtë mbrëmje. Dhe ndërsa Lazari ngjitet në skenë, sigurisht emri që do të marrë këtë vlerësim është emri që ka shënuar rekorde të veçanta. Ajo është pa diskutim lidere në fushë. Ka dhënë kontribut për ekipin e vllaznisë që shpallet kampion absolut për 12 herë me radhë. Kanë spikatur në kompeticionet europiane duke na bërë krenar me arritjet që kanë patur në ngjyrat kuqe blu. U shpall fituese e këpucës së artë dhe topit të artë vetëm përpara pak ditësh në ceremoninë organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe mban rekordin e mbi 800 golave në duartrokitjet tuaja Megi Doçi. Mirëmbrëma të tanëve, është privilegj edhe kënaqësi që t'jena prezent këtu dhe aq më tepër që na jepet mundësia të shpërndajmë këto vlerësime që Gazeta Shkodra Sport dhe Bashkia Shkodër tashmë ka kthy traditë në formën më të mirë të mundun, që asnjë qytet në Shqipëri mendoj që nuk e ka këtë fat që kanë ana që kena këtë media dhe këtë përkushtim për këto figura që kanë dhënë shumë sportit në qytetin tonë. Spari dua të uroj të gjithë ato fitues, sepse kaq fitues nuk i ka realisht Shqipëria, na kanë privilegje që i ka qyteti jonë, kështu që duhet i uroj të tanë këto për arritjet, sepse kanë bërë krenar veten e tyre, familjet e tyre, qytetin, por një pjesë e madhe të tyre edhe kombin tonë, sepse përfaqësojnë edhe ekipet kombëtare të Shqipërisë. Për sa i përket të vlerësimit për Megin, nuk ka nevojë për shumë publicitet Megi, sepse të gjithë e njohin kualitetin e kësaj lojtare, por ajo që e bën të veçantë Megin nuk e bën vetëm rekorde që kjo i ka thyer dhe nuk mendoj që do të thënë në kush për shumë vite, e veçanta saj është që është një vajzë që shumica për ju shkujtojnë se është Kushina Mondoçi, në fakt, por kjo është një vajzë që vjen nga Burreli, edhe për koincidencë, këto ditë kjo vajzë ban 14 vjet në Shkodër, sepse kjo ka lind Burrel dhe kontribon për qytetin tonë dhe është shkodrane sa shkodrani më i mirë këtu dhe don qytetin dhe vllaznin pas sa që duam edhe na. Për sa i përket vlerave të Megit, kjo ka fol me gola, sepse para pak ditë ka plotsuar numrin 800 gola që në kampionat. Është një aset për qytetin tonë, ashtu siç është edhe Vjer Sinani, është edhe Doçi, janë dy rekordmen që s'ka për t'i arrit askush Shqipëri. Deshta me ftu pak edhe portieren, Ambrën, sepse kjo mori një çmim si talent i vitit në futboll, por Dani nuk e njeh të mirë, realisht vetëm afro pak. I dorëzojmë këtë çmim, por këto dy lojtare kanë diçka të veçantë, sepse kur ka ardhur Megi në Shkodër, Ambra ka qenë një vit, dje ka bën 15 vjet Ambra dhe që nga gjatësia ju duket të bëna kalon edhe ne, ajo që thamën për Megin është që të arrujnë të ritëm që ka, të kontribojnë për vllaznin, për kombëtaren, por bashkë me Megin që do të shënojnë gola. Është edhe kjo vajzë që me siguri ju shpejt do të ashiti portierën, jo vetëm vllaznisë, por të kombëtarëve Shqipërisë. Kështu që vllaznia dhe Shqipëria e ka të garantuar sukseset e tyre. Duhet falenderoj atë zotin atje Ervina Lushin, sepse këtë vajzë e ka stërvit deri 13 vjeç ai zotia. Kështu që vlerësim maksimal edhe për ta. Ne urojmë suksese.
Përshëndetje dhe mirëmbrëma gjithëve. Është kënaqësi si gjithmonë të jem mes publikut shkodran, jo vetëm fushën e lojës, por edhe jashtë saj. Në radhë parë du të falenderoj Shkodra Sport dhe Gjergj Kolja për organizimin. Për mua është kënaqësi të jem mes emblemave të sportit që kanë dhënë shumë për sportin. Është kënaqësi të jem mes më të mirëve të rinjve dhe po ashtu mes 10 më të mirëve të vitit 2025. Realisht du gjeda mundësin të falenderoj presidentin Lazar Matias, sepse ka qenë personi kryesor që mu më ka dhënë dorën kur unë s'kam qenë askush dhe do t'jem falenderuese ta një jetën. Është e vërtet që kam marrë 2 çmime, por ato çmime nuk më përkasin vetëm mua, unë ato çmime i kam fituar me shoqjet e ekipit. Një falënderim i veçantë shkon për shoqjet e ekipit, për stafin teknik me krye Nikolin Lekën, po ashtu dhe presidentin. Shpresoj që ne të vazhdojmë bëjmë mirë dhe unë të vazhdoj akoma të shënoj edhe më tepër, edhe du të përfitoj nga rasti të uroj gjithë gëzuar festat, gëzuar Krishtlindjet, të jetë i vit i marë për gjithë ju dhe familjet juaja. Edhe për gjithë sportistat, ju uroj një vit 2026 të mbarë edhe të mirë dhe sa më shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit Megi dhe zotit Matia. Falenderoj dhe njëherë në fakt sponsorët që kanë dhënë edhe vlerësimin për më të mirët. Dua të falenderoj Kultura, Inteko, Bar Pasticëri Flo, Hotel Rozatha dhe njëkohësisht IBC Telekom që janë mbështetës në këtë mbrëmje.